Avokat, sa dorë ka Belinda Balluku në këtë lloj çarje mes Elisës Piropali dhe Edi Ramës, por edhe në çarjen mes elementëve të tjerë në Partinë Socialiste? Nuk mendoj se ka ndonjë ndikim. Jem realist me ju. Dhe te opinioni publik. Po, kur je në pushtet ti ke të gjitha. Kur ikën nga pushteti, bela ciao. Pra, e gjitha ajo çfarë tregohet në publik është që zonja Balluku ka një pushtet edhe duke qenë deputete. Jam pjesërisht dakord me ju, por jam absolut kundër jush në rast se ju mendoni se zonja Balluku vazhdon ashtu siç ka qenë përpara. Një shoqëri ka, një reflektim me ta, po një komunikim ka, po nuk është e thënë që çdo komunikim është edhe vendim. Ose konvertohet në vendimarrje të zotit Rama. Pra, zonja Balluku në aspektin e pushtetit ekzekutiv pjesërisht është e larguar. Pra kërkohet momenti që nga e pandehur të dënohet në shkallë të parë, ose siç e kemi thënë përpara, të nxjerrë një dosje në kushtet e flagrancës dhe të tentoj spaku të arrestojnë. Po, do kalojmë aty, po të mbetemi te pjesa e përplasjes brenda Partisë Socialiste, pasi është dosja brenda Partisë Socialiste qëndron dosja. Pse? Zonja Balluku nuk shkëputet si një fenomen i veçantë brenda Partisë Socialiste që mund thuat. Jo. Zonja Balluku është konflikti parimor në Partinë Socialiste. Konflikti parimor që zoti Rama bëri kundrejt çdo socialisti. Zoti Tahiri, socialist është, komunist është. E pranueshme kjo. Po e pesi e lishoi. Tha drejtësia do merret me te. Zoti Ahmetaj, komunist është, socialist është. E pesi e lishoi. Autorizim në televizor zotit Dumani. Ne nuk komentojmë drejtësinë tonë. Zonja Balluku ishte momenti kur zoti Rama, duke lëshuar këta të cilët kanë kontribuar për Partinë Socialiste, doli dhe bëri avokatin e zonjës Balluku. Me zotin Beqaj, zoti Rama tha, zoti Beqaj të marrë avokatin e tij, ka punë dhe të lashe me drejtsinë e Partisë Socialiste. Tani nuk e di, zoti Beqaj është komunist socialist, po pak a shumë në një taraf janë gjithë. Por, e vërteta është që zoti Rama kishte një qasje tjetër për drejtësinë. Pse? Se tha, po i them popullit unë, drejtësia për Tahirin, drejtësia për Ahmetajin, drejtësia për Beqajin, drejtësia për Dakon, drejtësia për këtë, sepse kishte qëllim që të eliminonte politikisht zotin Meta dhe zotin Berisha. E arriti këtë gjë, e realizoi dhe tani thotë të gjithëve këtyre, shiko, ne gabuam, kjo ishte një drejtësi që ne se duam me paraburgime, pavarësisht se normonte ligj për ndërtime pa leje, burg, për mos pagim faturet edhe kështu dritave, burg, për parkim dyfish, burg, nga mes deri ndar konferenca aty, burg. Unë abitin për socialistët, jetojnë në Shqipëri apo nuk jetojnë, që i pëlqen kaq shumë burgu. Është e tmerrshme kjo gjë. Të votosh një person që të del në televizor të thotë burg, është e tmerrshme. Ne të bëjmë një koment këtu për qytetarët që na ndjekim, kundër atyre do na sulen. Po si ka mundësi më zotri? Nuk sulen ju tek ai person që thotë burg, që t'ju cenoj familjen tuaj, stabilitetin tuaj, financat tuaja, edhe ju e votoni vazhdimisht. Si duhet thotë, Rama që ka i zgjut, ne që kemi naiv. Se nuk ka mundësi të pranosh nga një person që të ka nga 2013 deri më sot thot burg, edhe të thuash që drejtësia është e pavarur dhe të ligji është i barabartë për të gjithë, dhe Rama sot të ka bërë ty Ballukun, ta ka bërë tabel mbrojtje dhe avokatin e zonjës Balluku, kundërkohë ty të thoshte të gjithë jemi barabartë përpara ligjit. Tani, kush mashtron këtu? Rama apo ne? Unë jam i bindur që mashtron Rama. Tani, militantët e Partisë Komuniste mund të thënë që më mashtrojmë ne. E pranojnë si fakt, për ata. Por unë nuk pranoj këtë fakt të tallen me veten time. Kush do le tallet me veten e tij, ta mbaj për vete.
unë nuk e marr edhe nuk e bashkëqyroj. Por e vërteta është kjo. Po zotri, Partia Socialiste ka një problem. Problemi Balluku. Ky problem nuk është problem kombëtar. Është problem i brendshëm në Partinë Socialiste. Dosja Balluku është dosja që ka ngritur intrigat, goditjen, xhelozin, urrëtien dhe vllavrasjen në aspektin teorik. Por në politik ajo që unë thash në fund përdoret me drejtësinë e pavarur, e paanshme të zotit Rama dhe të Partisë Socialiste, sepse manuali 1944 është në vazhdim, se pikrisht unë jam i ri, edhe ti je i ri Bardhi, që mos të diskriminojmë, por ata të vjetrit që na ndjekin, duhet i themi si iku Beqir Balluku nga shërbimi ushtarak, mos gaboj në profesionet ti, nuk e di çka ka pasur, po paran Enver Hoxhës. Në të njëjtën formë, ikën të tjerë përpara në burg, në fund fare, kush iku në burg? Ai ku Beqir Balluku. Dhe ky është manuali. Pra, historia përsëritet, por ata të cilët duhet ta lexonin dhe mos të gabonin dhe mos u futshin në të njëjtat kurthe, duhet të ishin shmangur. Nuk u shmangën, do të thotë që s'kan lexuar historinë. Për t'ju rikthyer edhe një herë përplasjes brenda Partisë Socialiste, a është Elisa Spiropali një armike përbetuar e Belinda Balluku, duke qenë se nuk shkoi në kuvend të votonte pro mbrojtjes së saj kundrejt Spakut? Jo, shiko, po ta marrim në aspektin njerëzor, ajo ka bërë diçka shumë pozitive. Pse? Ka thënë, unë nuk dua as të shkoj ta votoj pro, as kundër. Dua të hesht. Heshtja tregon çfarë? Mos qëndrim. Pra, nuk mbaj një qëndrim, në aspektin politik është gabim. Unë nuk i bindem shumicës, sepse ne kemi mbajtur një qëndrim tek elektorati, dhe ata ta votojnë, na thojnë, më fal, u kënaqet duke fut në burg Sali Berishën dhe Ilir Metën, por nuk kënaqeni të fusni në burg dhe nuk e fusni në burg zonjën Balluku? Sepse pikrisht këtu është e gjithë konflikti. A është zonja Spiropali ajo që ka guximin të rrezojë zotin Rama? Edhe mundet, edhe po, edhe jo, po ka edhe një problem. Ka mundësi dikush të rrezojë veten e tij në çdo moment. Po nuk ka lexuar historinë dhe përveç kësaj, po ka papjekurin në krye të mendjes së tij apo të saj. Dhe në rastin konkret, unë mendoj se zonja Spiropali arriti një konflikt me zotin Rama, sepse duhet të përdori në një situatë më të vështirë që zoti Rama i nevojitet një armik i kontrolluar. Partia gjithmonë në kohën e Enverit vendoste armiq të vërtet dhe armikun e kontrolluar, ose armiq të kontrolluar. Armiq të kontrolluar gjithmonë ishin në shërbim të pushtetit, por qëndronin gjithmonë pranë pushtetit, po në distancë të pushtetit. Dhe këtu duhet të kemi kujdes. Zonja Spiropali mori një vendimarrje për të qëndruar kundër pushtetit, po në dijenit të pushtetit dhe rolit të saj ndaj pushtetit, dhe nuk flas ndaj pushtetit ekzekutiv, flas ndaj pushtetit të partisë, sepse ju duhet keni parasysh diçka. Partia, edhe sikur të ketë një deputet, ka një pushtet. Edhe sikur të jetë një parti me vull, ka një pushtet, sepse nesër mund të marrë në çdo moment në zgjedhje të marrë pushtet. Sepse quhet parti. Është një organ, është një organizëm i lëvizshëm, për shkak se gjallëria e saj është gjithmonë edhe përputhet me votuesin, pra ai që voton. Po është zonja Spiropali e gatshme të rrezojë Ramën, është e gatshme të vazhdoj konfliktin me Ramën, po vetëm në rast se manuali është i qartë
çfarë përfitoj unë që të mbaroj luftën me ty, por në fund fare edhe unë edhe ti do jemi përsëri në epicentër dhe do jemi aty ku kemi qenë. Po jo te kjo luftë unë të dal e humbur. Tani, a është manuali i qartë dhe kush nga të dy do prishi marrëveshjen, nuk e di, por gjithmonë duhet fitoj i forti. Në pozitat që jemi tani në këto momente, i forti del Zoti Rama, por në çdo moment mund të dalë dhe zonja Spiropali, po kjo është në varësi gjithmonë, 1 të rastit Balluku, 2 të rastit të fraksioneve të brendshme të heshtura në Partinë Socialiste dhe 3 momenti që Zoti Rama do shpërthej edhe publikisht ndaj sajt dhe ndaj njerëzve të tjerë, ashtu siç bëri në 2019 kundër Zotit Velie që tha do ta var në pemë. Pra, varja në pemë u konvertuar në burgun e Durrësit dhe mënyra se si u keqpërdor opozita e asaj kohe ishte një marrëveshje Zotit Basha me Zotin Rama me 17 maj. Pra, tani e në vazhdim do shikojmë çfarë iniciative legislative Zoti Rama do ndërmarr që të fusi në funksion gjithë Shqipërinë për interesin e tij vetjak që të qëndrojë dhe të parcelizojë Partinë Socialiste. Zonja Spiropali është thjesht makineria që duhet të fillojë konflikti brenda Partisë Socialiste. Por ka filluar konflikt serioz. Por puna është sa do të zgjasë kjo vatër e cila do të ketë gjithmonë një ndikim negativ brenda strukturës së brendshme të Partisë Socialiste.